Ervin Saliani po bën detyrën, nuk po bën asgjë më shumë se detyrën. Ta bënte më parë, nuk e di, në momentin që ju dha mundësia dhe u lirua nga një burgim i pa drejt, totalisht i pa drejt, ai filloi atë çka duhet fillojnë gjithë të tjerët. Nuk është vetëm betejë e tij. Ai bën aq sa mundet. Fakti është që atë po e ndjekin demokratët. Po i vjen nëpër salla. Po bëjnë takime që zoti Berisha sot bashkë me udhëheqjen e PD-s nuk i bën dot nëpër masat të ato që bën zoti Saliani, tregon që demokratët më në fund kanë filluar dhe të reagojnë, të hapin dhe syt. Thon boll. Dhe duhet të besoni që kur demokratët të thonë boll, i bie që ti e ke të kaluar limitin me disa herë.